I harruar prej vitesh, por ende ngjall kuriozitet. Ky është hoteli që koha harroi në zemër të Brezovikës. Sot jam këtu për të eksploruar hotelin Narcis në Brezovicë, i ndodhur në jug të Kosovës. Kjo strukturë masive, moderne, me stil brutalist, më ngjalli kuriozitet sapo të bashkë, dhe në jetën reale është akoma më të rrisë. Ndërtuar në vitin 1973, hoteli Narcis ishte projektuar për të shërbyer turizmit të lulëzuar të skijimit në Brezovicë. Një nga resortet kryesorë të skijimit në Jugosllavi, i përbërë nga 120 dhoma dhe vend për 200 persona. Ishte një resort plotësisht i klasifikar, i kompletuar me hapësira sportive në salla eventesh dhe arkitekturën e saj unike në stilin e saj të guximshëm jugoslav. Bloku qendror dhe dy krahët e tjetër pasqyrojnë pistat e skijimit, duke bërë të ndihet si një monument me vete. Por gjërat ndryshuan shpejt. Në fund të viteve 90, turizmi rrëzua. Lufta filloi. Trupat tek forët e përdoren hotelin për një kohë, por pas vitit 2000, turmat nuk u kthyen më kurrë më të vërtetë. Që nga viti 2008, hoteli ka qenë zyrtarisht i mbyllur. Përveç një posti sigurie në një zyrë të vogël postar,